Faleminderit zoti kryetar. Parë një herë çështje e sigurisë kombëtare nuk janë çështje kafenesh, zoti kryetari i kuvendit, janë çështje më së pari të kuvendit të Shqipërisë. Ju lutem mos keq përdorni fjalë. Sepse tha duhet i bëjmë jo në publik dhe jo në seancë plenare. Ky është fiks. Ju lutem mos më ndëry. Ju lutem mos më ndëry. Ka vetëm dy institucione. Ju lutem mos më ndëry. Ju lutem mos më ndëry. Ju lutem mos më ndëry. Sepse kam marrë fjalën dhe jam duke folur unë. Çështjet e sigurisë kombëtare nuk janë çështje as Twitteri, as qëndrimeve me burimet qeverisë, as çështje kafenesh. Janë çështje të rëndësishme. Sigurisht për të mos e përdorur për politik dhe për të mos ngjallur asnjë shqetësim tek qytetarët shqiptar, më duhet në nënvizoj që në fillim se ne si deputet nuk kemi asnjë informacion mbi çështjet që trajtonte dje njoftimi zyrtar i ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë po, qëndrimi që ju referua ministri i qeverisë ishte përtej të qenurit skandaloz, sepse një qeveri që nuk arrin dot me radar të kontrollojë tonelata lafte që hyjnë kontrabandë në Shqipëri, një qeveri që ka 2 apo 3 vite që s'ka kapur 1 gram kokainë, edhe psi kalon para syve. Një qeveri që për vitet tëra nuk pa 98% sipërfaqeve të lira të mbjella me kanabis në territorin e Republikës Shqipërisë, sigurisht që nuk mund të jetë e besueshme. Dhe përpjekjet për të diskredituar informacionin zyrtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës si hamendësim e bën Shqipërinë qesharake në rastin më të mirë. Në rastin më të keq jep mesazhin se qeveria shqiptare nuk ka bashkëpunim me aleatin ton strategjik në fushën e sigurisë, apo aq më shumë mes 2 partnerëve strategjik antar të NATO-s nuk ka besim mes njëri tjetrit. Prandaj mesazhi politik që dha dje Edi Rama dhe që ministri tha kemi një reagim e s'kemi pse diskutojmë më tej përmes zyrës shtypit të kryeministrit, është që shqiptarët nuk duhet i besojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështjet sigurisë dhe se nuk duhet i kushtojnë vëmendje njoftimeve të tyre. Ky nuk është as qetësim për shqiptarët dhe as për turistët, por një tentativë për të diskredituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj zoti kryetar, në mbështetjen e 97 të rregullores kuvendit, ne kërkojmë që kryeministri të paraqitet menjëherë në seancë plenare dhe të jap shpjegime për deputetët për 3 çështje kryesore. Pse e cilësoi hamendësim paralajmërimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për synimet me vullnet të keq Tiranit në raport me Shqipërinë? A ka Përfundoni, po. A ka koordinim mes partnerëve ndërkombëtar për çështjen dhe çfarë informacionesh ka shkëmbyer qeveria shqiptare me qeverinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës? A ka një vlerësim zyrtar të institucioneve shqiptare për situatën e sigurisë në lidhje me çështjen e Iranit dhe çfarë masash parandaluese janë marrë dhe cilat janë strukturat e angazhuara në këtë çështje? Dhe meqense na thatë ngrini çështje në përputhje me rregulloren, po ju citoj në 47 rregullores që